Uji i orizit bën mrekulli për fytyrën, ja si ta përgatisni në shtëpinë tuaj. Pas larjes së fytyrës ju mund ta lyeni atë me ujë orizi duke përdorur një pambuk. Mbajini tonikun në fytyrë për disa minuta, lajeni me ujë të zakonshëm dhe do të shikoni menjëherë ndryshimin. Uji i orizit është një tonik i shkëlqyer për heqjen e njollave të zeza nga lëkura, akne dhe puçrat. Si të përgatisni ujin e orizit në shtëpi? Uji i orizit mund të përgatitet shumë lehtë në shtëpi. Mbushni një gjysmë filxhani me oriz dhe lajini me ujë të bollshëm. Më pas hidhni 4 filxhan me ujë në një tenxhere. Shtoni orizin dhe lëreni të ziejë për 30 minuta. Më pas hiqeni orizin dhe lëngun e mbetur, ruajini në frigorifer. Këtë ujë mund ta përdorni për 5 deri në 7 ditë. Gjatë këtyre ditëve atë mund ta aplikoni rregullisht në lëkurë dhe në flokë për të marrë përfitime maksimale.